Natën e mirë. Megjithatë, për publikun vlen që gënjeshtrës t'i përgjigjesh me shifra dhe me fakte. Por në parantezë nuk mund të mos ta vlerësoj faktin dhe qëndrimin pro investimit. Pro investimit, një investim historik, më i madhi historinë e Shqipërisë, për të cilin do flas pak më poshtë pasi të kem sqaruar publikun, jo zotërin që iku, për disa shifra që janë vërtet domethënëse. U tha këtu që investimet e huaja kanë rënë nga deputeti parafolës. Tani, investimet e huaja direkte, foreign direct investments, në vitin 2012, që mbahet dhe viti më i mirë dhe i fundit i plot i juaj në pushtet, zoti Sali, ishin 666 milion euro. Në vitin 2025, se 2026 është më pak se në gjysmën e vetë, shifra e investimeve të huaja direkte shkon 1,64 miliard euro. Tani me matematikën e lulit, mund të jetë 1,64 miliard më e madhe se 666 milion. Por me matematikën normale, 666 tek 1,64 hynë të paktën nja 2,5 herë. Pra, investimet e huaja direkte në Shqipëri janë rritur me plot 2,5 herë nga koha kur zotria që urime edhe për zgjedhjen në kryet Partisë Demokratike, se ishte një garë e fortë dhe nuk dije kush fitonte, por pas kësaj gare kaq të fortë, të luftuar deri në minutën e fundit, deri në votën e fundit, fitoi zoti Sali. Urime, fitore tjera u pafshim gjithmonë. Edhe i bashkojmë edhe urimit të miku tim Peter Bayer me gjitha kuptimet që kishte brenda urimit tij. Ndërkohë, sa i përket GDP-s, prodhimit brendshëm bruto, 2012 ishte diku poshtë 10 miliardçit, 9,5 miliard euro. Ndërkohë në 2025-ën e kemi kaluar 27 miliard euro, pra e kemi trefishuar ekonominë e Shqipërisë në një kohë kaq shkurtër, as një vend tjetër në rajon nuk e ka trefishuar ekonominë e vendit në një kohë kaq shkurtër. 2030-ën duam shkojmë përtej 35 miliard dhe nuk ka asnjë dyshim se kontribut në këtë rritje historike të ekonomisë tonë do t'jenë edhe 4 miliard euro të investimit të Power Holding, gigantit të ekonomisë së investimeve në sektorin turistik, në investimin që duhet dhe do të bëhet me patjetër në Zvërnec. Tani me qenë se u tha diçka dhe për aeroportin e Vlorës në këtë parantezë tepër të gjatë. Aeroporti i Vlorës është ndërtuar, po përfundon aty ku ka qenë gjurma e aeroportit Vlorës prej 100 vitesh dhe nuk ka pasur asnjëherë asnjë debat për vendodhjen e aeroportit të Vlorës. Numri i turistëve këtu pastaj na ndjeni se të qeshurën nuk e mbajmë dot, të paktën në këtë pjesë se filloi këtu të belbëzonte, të keq citonte dhe emrat e kompanive, unë i them 1000 herë faleminderit Wizz Air, Ryanair, EasyJet, edhe çdo kompanie tjetër low cost apo normale, sepse e ka bërë aeroportin e Tiranës aeroportin
më të frekuentuar në Ballkan me përjashtim të atit Athinës. E shihni me dylbi aeroportin e Beogradit në vitin 2012, e dini sa ishte numri i pasagjerëve në 2012? Ishte 1.64 milion. Në rënje nga 2011 me 8% në 2012. Sot, në 2025 e mbyllëm për te 11 milion, dhe nuk ka si dyshim me këtë trend rritje muaj për muaj me 10 dhe në 15%, aeroporti Tiranës shkon në 12 milion. Malizi, Maqedonia, Kosova jo në dashur pa tjetër, po pse jo edhe fqinj tjerë e përdorin aeroportin e Tiranës si hubin e komunikimit, dhe besoj dhe ju ka ardhur ftesa, sikur na ka ardhur edhe ne ftesa, që në pak ditë duhet jemi në Rinas, ku për herë të parë inaugurohet dhe fluturimi i parë nga Shqipëria ndër kontinental nga Tirana në Toronto dhe nga Toronto në Shqipëri, ku diaspora jon e Kanadas do ketë mundësinë të udhtoj drejt për drejti, dhe shpresoj shumë nga Michigani, pa nga Detroiti apo nga New Yorku të kemi dhe fluturimin e Delta Airlines, fluturim direkt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për në Shqipëri. Në rikthim të një përgjigje të detyruar në vijim të atij komunikimi që pati sot kryeministri, nuk ka asnjë dyshim që ai akt dhune nga persona privat me licencë të anulluar tashmë më policie private ishte i dënueshëm, por asgjë tjetër përveç këtij fakti penal, sepse personi që ka ushtruar dhunë me vendim gjykate tani më është në arrest, asgjë tjetër nuk mund të ligjeferoj gjithë këtë batare balte kundër një investimi, e para i certifikuar, e dyta me vetting të plot, sepse është fakt që Power Holding, kompania në fjalë, është një kompani e cila çdo qindar të vetën e ka të deklaruar, pa përfshirë këtu dhe faktin që bashkëpunëtor me ta janë njerëz për të cilët nuk ka nevojë as të vihet në dyshim qimja e flokut. Dhe në fund të kësaj, mendoj që kuvendi i Shqipërisë përtej ndonjë neomarksisti që apo ndonjë tjetri që nuk heziton të shohi asnjë rast, po thjesht dhe vetëm ta përdori për debatin politik, besoj që ata që kanë eksperiencë politike ta shohin këtë rast si një rast edhe si një sprovë të madhe. Çuarja deri në fund e këtij investimi në Zvërnec është certifikimi i hapit përfundimtar të vizionit tonë Shqipëria 2030, antar e Bashkimit Evropian, por dhe antar i Ligës Kampioneve në turizëm. Po, patjetër. Do bëhet investim, edhe ti ndiq rrugën të paktën për pjesën që ishte për investimin, paktën linja zyrtare e asaj që dëgjuam këtu, se ju s'keni faj, ju keni 300 linja në parti dhe nuk merret vesh pari dytin. Por ajo që po them është që është në interesin kombëtar të Shqipërisë që ai investim bëhet. Mos harroni kurrë që si është ajo puna e komshiut. Komshiu gjithmonë e ka zili komshiun. Ndoshta jo i pari të shtëpisë komshiut, po pjesë të tjera të shtëpisë. Edhe mos harroni kurrë që komshit nuk janë, apo konkurrentët tanë nuk janë shumë gëzuar dhe nuk mund të jenë kurse si. Nuk do ishim ne të gëzuar nëse ai investim do shkonte në një vend tjetër. Personalisht, nëse ai investim do shkonte në një vend tjetër,
do e përdorja foltorin e kuvendit thoja të kritikoja qeverinë time sepse ai investim se erdhi këtu. Por është gjë e mirë për Shqipërinë që ai investim po vjen në Shqipëri dhe pse jo ta mbështesim një deklaratë përbashkët kuvendit për ta mbështetur atë investim në Shqipëri. Faleminderit.